Moti i keq me reshje shiu shkakton probleme në veri të vendit. Dalja nga shtrati e lumenjve ka përmbytur 60 banesa në Kurbin, ndërsa shumë të tjera janë në rrezik nga uji. Probleme raportohen edhe në Lezhë e Dibër. Sali Berisha konfirmoi se do të paraqitet nesër në SPAK për të dhënë dëshminë e tij për ngjarjet e 21 janarit 2011. Ai tha se tubimi një ditë më parë nuk ishte një protestë kombëtare, por një platformë parlamentare qytetare. Qeveria britanike prezantoi planin e ri për riatesimin e azilkërkuesve të refuzuar. Sekretarja e Brendshme Shabana Mahmud mori si shembull 700 familje shqiptare, duke e paralajmëruar dëbimin e tyre. Prej 1 janarit hyn në fuqi sistemi bonus malus. Për siguracionin e automjeteve në bazë të tij do të paguajnë më shumë ata që kanë kryer aksidente apo shkelje në rrugë. Pas 2027-s shpërblehen ata që nuk kanë pasur probleme të tilla. Ish komandanti suprem i NATO-s Wesley Clark mohoi para gjykatës së Hagës që ushtria çlirimtare e Kosovës të ketë kryer spastrim etnik. Ai deklaroi se Hashim Thaçi nuk është përgjegjës për atë çfarë ka ndodhur në Kosovë. Publikohet nesër klasifikimi i FIFA-s që do të përcaktojë përfundimisht përbërjen e vazove që në shortin e play-offit të Kupës së Botës. Shorti do të hidhet në Zvicër të enjten dhe do të transmetohet drejt për drejt në televizionin Klan. Nisë mbrëmjen e nesërme në ekranin e televizionit Klan, edicioni 25 i festivalit Kënga Magjike. Në një spektakël që do të kulmojë me finalen e së shtunës dhe ku nuk do të mungojnë surpriza, do të ngjiten në skenë emrat më të mirë të muzikës shqiptare. Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15:30 në televizionin Klan. Do të flasim në nisje të këtij edicioni për situatën e krijuar nga moti i keq në vend, ku më e vështirë paraqitet situata në veri të vendit. Në Kurbin janë mbi 60 banesa të përmbytura për shkak të daljes nga shtrati të lumenjve, ndërsa probleme ka pasur në Lezhë e Dibër. Rreshjet intensive të shiut gjatë natës kanë shkaktuar problematika në disa zona të vendit. Në Kurbin rreth 60 banesa dhe biznese janë përmbytur. Ka 1 metër ujë mren. Shife makina si ka marrë. Ujti 1 metër, mrena në lokale gjithanej. Më e rënduar situata paraqitet në fshatin Zhej. Efektivët e shërbimit zjarfikës mund të shpëtojnë drejtuesin e një automjeti që rrezikohej të merrej nga ujërat e rrëmbyeshëm që kanë vërshuar në rrugë. Përmbytjet kanë ardhur si pasojë e prurjeve të mëdha në lumin Ndroj, edhe lumi Vinjoll në fshatin Skuraj rrezikon 50 banesa. Për shkak të prejve, prurjeve të menjëhershme të prejve në male, po ndërhyjmë për hapjen. Në Lezhë rrugët janë mbuluar nga uji, duke sjellë vështirësi në qarkullim. Si pasojë e motit të keq, disa fshatra kanë mbetur pa energji elektrike, pasi një pemë e rrëzuar në aksin Lezhë-Shëngjin ka dëmtuar linjat elektrike që furnizon zonën përreth. Grupet e OSHE janë në terren në zonat ku mungon furnizimi, ndërsa sipas Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë në të gjithë vendin janë jashtë pune 26 fidera të rrjetit të tensionit të mesëm. Në digat e Fanit dhe Ulzës, prurjet janë rritur ndjeshëm, por sipas autoriteteve nuk është arritur niveli kritik që kërkon hapjen e portave. Megjithatë, situata po monitorohet. Në mbikëqyrje po mbahet situata edhe në kaskadën e Drinit, ku pritet aktivizimi i një fronti të dy të rreshjesh me intensitet të lartë. Siç shihet në këto pamje, një banesë është përmbytur në fshatin rreth bazë të Matit, në qarkun e Dibrës. Familjarët u evakuan, ndërsa janë angazhuar zjarfikse dhe mjete të tjera për largimin e ujit. Rruga nacionale Burrell-Skuraj në shumë segmente paraqet rrezik për makinat pasi ka rënë një gurësh. Edhe në Dibër këtë të martë, disa fshatra janë pa energji elektrike, pasi për arsye sigurie është takuar fideri që furnizon këtë zonë për shkak të shkarkesave elektrike nga stuhia. Në Shkodër, si pasojë e shkarkesave elektrike, një shtëpi u dojsh në fshatin Preknicaj të njësisë administrative Shkrel. Ndërsa në aksin Breglumi-Theth, i cili u bllokua pas shembjes së një masivi inertesh, po punohet për zhbllokimin e rrugës.
Në Durrës, për shkak të motit të keq dallgëzimi në det është rritur dhe autoriteti portual ka pezulluar peshkimin, ndërsa lundrimi i tragjeteve vazhdon. Edhe në Vlorë lundrimi është pezulluar vetëm për anijet e vogla të peshkimit, ndërsa anijet e transportit ndërkombëtar vazhdojnë të operojnë shërbimin në destinacionet përkatëse. Sipas shërbimit meteorologjik, gjatë kësaj të martës do të ketë rreshje në të gjithë vendin, më të intensifikuara në qarqet Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër. Policia e shtetit ka shtuar prezencën në akset e vendit dhe apelon për qytetarët që të shmangin daljet e panevojshme, si dhe të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes. Do të mbetemi tek situata e motit të keq në vend, do të ndalemi në qarkun e Lezhës për të mësuar më shumë mbi atje. Do të lidhemi në këtë momente me gazetarin ton Martin Marku. Martin, të përshëndes, cilat janë zonat më të prekura nga moti i keq? Iva, të përshëndes, në fakt situata më problematike paraqitet në bashkinë e Kurbinit, ku fshatrat Zhej, Gjorm dhe Shpërdhet në këtë bashki janë me prezencë të lartë të ujit, ku në fshatin Gjorm dhe Shpërdhet janë mbi 50 familje, pra banesat e të cilëve kanë prezencë të lartë të ujit. Gjithashtu edhe biznese gjatë ditës së sotme është raportuar se uji ka depërtuar brenda në bizneset e tyre, ndërsa banorët fajsojnë autoritetet lokale për mos hapje të kanaleve kryesore. Gjithashtu në fshatin Shpërdhet, pra janë mbi 80 familje, si pasojë e prurjeve të shumta të lumit Droj, ka dëmtuar një pjesë e segmentit të rrugës që lidh fshatin Shpërdhet me rrugën kryesore Laç Mamurras dhe ka izoluar mbi 80 familje. Gjithashtu edhe në Milot ka patur problematika të shumta, kryesisht në disa fshatra të kësaj njësie, por që autoritetet lokale tashmë ndodhen në terren dhe janë duke punuar. Dhe kush, Martin, nga autoritetet lokale janë të angazhuara për përballimin e kësaj situate? Janë shtapet e emergjencave civile, Iva, dhe mbrojtjes civile, pra mbrojtjes kombëtare civile, të cilet janë duke punuar, janë në terren, pra duke monitoruar çdo lloj situate që mund të krijohet si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut, të cilat që prej orëve të para të mëngjesit kanë qenë me intensitet të lartë, pothuajse në të gjithë qarkun e Lezhës, duke sjell problematika të shumta. Në fakt, ata janë në monitorim të vazhdueshëm në ato zona ku niveli i ujit mund të ketë rritje edhe më të madhe, pikërisht në fshatin Zhej, Gjorm dhe Shpërdhet, ndërsa deri në këtë moment që ne flasim, fakte nuk raportohet për familjet e evakuar, por prezenca e lartë e ujit, sidomos në 50 familje në fshatin Zhej të Kurbinit, ka qenë mjaft e lartë dhe ka rrezikuar edhe banesa që uji të depërtoj brenda. Po, qartë Martin, të falenderoj për raportimin tënd. Ndërkohë, një reagim për situatën e krijuar nga moti i keq ka bërë në rrjetet sociale edhe kryeministri Edi Rama. Kreu i qeverisë ka publikuar pamje nga puna që po bëhet në zonën e Nën Shkodrës për hapjen e kanaleve kulluese. Në gatishmëri përballë rreshjeve intensive, vijon puna në terren pa ndërprerje, ku strukturat e Bashkisë Shkodër janë në gatishmëri maksimale, duke hapur dhe pastruar kanalet për të garantuar funksionimin e sistemit të kullimit dhe për të parandaluar çdo problematikë të mundshme, shkruan Rama. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha konfirmoi se do të paraqitet nesër në SPAK për të dhënë dëshminë e tij për ngjarjet e 21 janarit 2011. Berisha foli edhe për protestën e një dite më parë, duke deklaruar se ajo ishte një platformë qytetare parlamentare. Një ditë pasi SPAK-u ja dha dorë Azi Fletëthirjen për të dëshmuar si person që ka dijeni mbi rrethanat për ngjarjen e 21 janarit. Sali Berisha konfirmoi pjesëmarrjen të mërkurën, ndonse tha se kjo çështje është hetuar më parë. Vetëm dje, ata zotin thonë, ka dhe këtë njoftim. Po shumë mirë, po sigurisht, po si të mos e mirë ja, nesër do jam aty. Ndonse e deklaroj që sot që ky është jetim politik, sepse çështja është hetuar. Praninë e pakët të mbështetësve që ju bashkuan platformës së tij parlamentaro-qytetare, Kryedemokrati e lidhi me faktin se foltorja nuk ishte një protestë kombëtare, të cilat tha se do të thirren vetëm pas analizës së brendshme të partisë. Nuk ka qenë protestë kombëtare, ka qenë thjesht një foltore dhe do jetë foltore parlamentaro
qytetare. Berisha akuzoi qeverinë se i ka lënë në mëshirë të fatit banorët e zonave të përmbytura. Narkoqeveria e tëra është në narkoz. Asnjë ndihmë, asnjë mbështetje. Njerëz të lënë në mëshirën e natyrës dhe të Zotit vetë. Akuzat në adresë të qeverisë, Berisha vijoi edhe nga mbledhja e kryesisë që diskutoi lidhur me zgjedhjet në të cilat do të përfshihen 77 degët e Partisë Demokratike. U konstitua sot Komisioni i Posaçëm i reformës zgjedhore, bashkë kryetari socialist Damian Gjiknuri tha se shpreson të arrihet konsensus edhe me opozitën. Ndërsa demokrati Oert Bylykbashi u shpreh se realizimi i një reforme të plotë varet nga vullneti i mazhorancës. Mes skepticizmi dhe përplasjeve nisi nga kjo e martë puna e Komisionit të Posaçëm për reformën zgjedhore. Bashkëkryetari socialist Damian Gjiknuri tha se shpreson se do të arrihet të realizohet një reforme plot konsensuale, ku themeli do të jenë rekomandimet e ODIHR dhe kërkoi që opozita të mos ta përdorë këtë si një platformë për të paraqitur çdo gjë. Të na mirëkuptojnë, të gjithë anëtarët patjetër janë të lirë të japin kontributin e tyre, por ekspertiza e ODIHR-it është ajo që duhet na ndriçojë në këtë proces. Probleme që unë do t'i quaj të patrajtuara dhe që nuk kanë në një ngarkesë politike, siç ka qenë ligji për financimin e partive politike jashtë fushatave zgjedhore. Ne na intereson që ky komision të jetë një komision pune për të dalë me një produkt. Por bashkëkryetari demokrat Oert Bylykbashi u shpreh se që nga viti 2012 nuk ka pasur një reformë konsensuale dhe puna e këtij komisioni do të shkojë përtej prekjes së kodit zgjedhor. Topi është në fushën e mazhorancës, tregoi vullnetin politik që reforma zgjedhore të jetë një reformë që ka sukses për shqiptarët dhe jo për partitë politike. Ne mund të shtojmë nene pafund, po sa kohë kryeministri del dhe thotë që unë nuk e zbatoj ligjin, ligji është kinezëri, çdo reformë zgjedhore nuk ka efekt. Dhe kjo lidhet drejt për drejt me qasje në raport me shtetin e drejtës të kryeministrit dhe të mazhorancës. Në këtë mbledhje munguan antarët e partive të tjera të vogla, Mundësia Shqipëria BE dhe Lëvizja Bashk, të cilët nuk kanë të drejtë vote. Mandati i këtij komisioni zgjat deri në mesin e vitit 2026. Ditën e mërkure të enjte ku vendi do të miratoj në parim projekt buxhetin dhe paketën fiskale për vitin 2026. Demokratët kërkuan në konferencën e kryetarëve që t'u jepet kohë për të njohur me paketën fiskale, e cila është futur për diskutim në komision vetëm 24 orë përpara seancës plenare. Sa kaq mazhoranca dhe opozita kanë rënë dakord që në seancën plenare të 18 dhjetorit të diskutohet mocioni me debat i kërkuar nga demokratët lidhur me situatën e krimit organizuar në vend. Mazhoranca ka kërkuar që ta lërë si pikë të fundit në rend të ditës, por kjo kërkesë e saj është kundërshtuar nga opozita. Qeveria britanike ka prezantuar planin e ri për riadesimin e azil kërkuesve të refuzuar. Sekretarja e Brendshme Shabana Mahmoud mori sërish shembull 700 familje shqiptare duke paralajmëruar dëbimin e tyre. Dyndja e migrantëve të paligjshëm në Britaninë e Madhe është një krizë e trashëguar qeveri pas qeverie në 3 kabinetet konservator të ndëruar gjatë 5 viteve të fundit. Edhe qeveria e 4 e këtij 5-vjeçari, ashtu si pararendëset e saj, në planin e ri me të cilin synon të jap fund kësaj krize, sjell sërish në vëmendje shqiptarët, siç bëri sekretarja e Brendshme Shabana Mahmoud gjatë prezantimit të planit në dhomën e ulët të Parlamentit britanik. 700 Albanian families. Kemi për shembull rreth 700 familje shqiptare të strehuar me fondet e taksapaguesve britanik, të cilëve u është refuzuar azili. Kjo ndodh pavarësisht marrëveshjeve të kthimit në fuqi dhe faktit që Shqipëria është nënshkruese e Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Mahmoud tha se së shpejti do të nisë kthimi të gjitha familjeve që nuk kanë përfituar lejen e azilit. Synimi është që kthimi në vendet e origjinës të bëhet në mënyrë vullnetare, por sekretarja kërcënoi se do të përdoret edhe forca për ata që refuzojnë dhe shmangen. Marrja e shqiptarëve si shembull negativ nga pararendësia konservatore në këtë detyrë Suela Braverman para 2 vitesh u bë shkak për një përplasje verbale me saj dhe kryeministrit Edi Rama, i cili e kritikoi atë se i shfrytëzoi shqiptarët si justifikim për dështimet politike. 40 vite heqje lirie dha gjykata e posaçme për 5 nga të pandeurit e dosjes së njohur si Metamorfoza. Ata u shpallën fajtor për akuzat e sigurimit të kushteve për vrasje, korrupsion dhe pjesëmarrje në grup kriminal.
Gjykata e posaçme shpalli fajtor 5 nga të pandehurit në dosjen e njohur si Metamorfoza, duke i dënuar në total me 40 vite burg për akuzat e sigurimit të kushteve për vrasje, korrupsionit apo nxjerrje e akteve sekrete. Dënimet më të rënda u dhanë për Behar Bajrin, Edmond Prekën dhe Asmer Bilalin me nga 13, 10 dhe 8 vite e qelirie për akuzat të sigurimit të kushteve për vrasje, korrupsione e grup kriminal. Ish drejtori i forcave operacionale Oltjan Bistri u dënua me 3 vite burg për nxjerrje të akteve sekrete dhe mori pafajësi për akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave. 5 vite burg dhe gjykata për ish prokurorin Xhevair Lita, i cili u gjet fajtor për akuzën e korrupsionit. Të gjithë të pandehurit do të përfitojnë ulje të dënimit në masën e 1/3 pasi u gjykuan në këtë proces me gjykim të shkurtuar. Për shkak të vonesave të krijuara, gjykata e posaçme veçoi procesin për biznesmenin Pëllum Gjoka dhe Ardrit Hasanbegajn, të cilët janë ftuar në 2 dhjetor të bëjnë kundërshtimet ndaj akuzave. Kjo është dosja e parë e SPAK e hetuar në bazë të komunikimeve të zbardhura nga aplikacioni Sky dhe në një proces më vete vijon gjykimi për akuzat të vrasjes dhe grupit kriminal ndaj Gjin Boriçit. 15 muaj pas vrasjes së 42 vjeçarit Egli Proga në Pogradec, gjykata e Korçës ka ndryshuar masën e sigurisë për autorin e dyshuar të ngjarjes Denis Meçe, duke e lënë atë në arrest shtëpie. Të njëjtin vendim togat e zeza e kanë marrë edhe për Leonida Guçen, të vënë akuzë për mos kallëzim krimi, po për ngjarjen e 10 gushtit. Për 2 të hetuarit kishte përfunduar afati ligjori paraburgimit, çka ka çuar në vlerësimin e masës së sigurisë ekzistuese dhe caktimin e masës së re deri në përfundimin e hetimeve. Prej datës 1 janar hyn në fuqi sistemi bonus malus për siguracionin e automjeteve. Në bazë të tij do të paguajnë më shumë ata që kanë kryer aksidente apo shkelje në rrugë përgjatë vitit të kaluar. Të gjithë ata që kanë bërë shkelje të rënda të qarkullimit rrugor gjatë vitit 2025, vitin e ardhshëm do të paguajnë më shumë për sigurimin e automjetit. Gjithçka do të përcaktohet në bazë të një sistemi digjital që do të bëjë llogaritjen e primit dhe vlerën e shtuar për shkak të shkeljeve. Kjo do funksionoj për 2026 në vazhdim, kur është marrë vetëm të abesa për 2025. Pra ata që kanë bërë aksidente në 2025 do kenë të shtesën që parashikon ligji. Ndoshta shkon deri në 2 fish. Ndërsa ata të tjerë që nuk kanë bërë aksidente do paguaj policën e plot që lëshon kompania. Por sistemi bonus malus shpërblen edhe ata drejtues mjetesh që nuk kanë shkaktuar asnjë dëm në rrugë. Por kjo do të nis pas vitit 2027, ku për 3 vite do të shihet historiku i drejtuesit të mjetit në rrugë. 2027 të gjithë fitojnë bonus. Ata që nuk kanë shkaktuar dëm edhe sa do të vogla të mëdha nuk ka rëndësi pse pastaj ka një pasqyrë që e parashikon dhe e ndan. Ekspertët e sigurisë rrugore thonë se ky sistem bonus malus për sigurimin e mjeteve do të ndikojë edhe në uljen e aksidenteve rrugore në vend. Rritet shkalla e përgjegjësisë dhe ndikon për mirë në aksidentet rrugore. Aksidentet rrugore në Shqipëri vijojnë të marrin jetë njerëzish. Në 91.2% të rasteve ato ndodhin si pasojë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve. Ish komandanti suprem i NATO-s Wesley Clark në ditën e 2 dhe të fundit të dëshmisë së tij para gjykatës së Hagës mohoi që ushtria shqyrtimtare e Kosovës të ketë kryer spastrim etnik. Ai deklaroi se Hashim Thaçi nuk është përgjegjës se për atë që ka ndodhur në Kosovë. See Hashim Thaçi's statements at the same. Me pyetjet e prokurorisë ka nisur dita e 2 e dëshmisë së generalit amerikan Wesley Clark në Hagë. Ai u mbetet besnik deklaratave të mëparshme se dhunën në verën e vjeshtën në vitit 1999 në Kosovë e shihte si një konflikt shumë personal mes fqinjeve për të cilin udhëheqësit e UÇK-s nuk kishin përgjegjësi. Unë nuk kam prova dhe as dëshmi që UÇK ishte prapa kësaj spastrimit etnik, por kam indikacione që dëshmojnë të kundërtën. Clark e mohoi se kishte thënë se ishte e rëndësishme të mbahej një farë lloji distance nga UÇK-ja gjatë bombardimeve, kur prokurori citoi një deklaratë të tij nga një intervistë. That's not correct. Jo, kjo nuk është e saktë. Për këtë arsye fola me Thaçin. Unë i kërkova Thaçit të na ndihmonte. Ishim në një pikë kritike të historisë, të vlerave, të etikës, të demokracisë në këto kohë. E kam ndjekur këtë gjykim dhe i qëndroj bindes së mëparshme që Hashim Thaçi nuk është përgjegjës për atë çfarë ka ndodhur në Kosovë. Ai nuk mban përgjegjësi për aktet individuale të dhunës ose të hakmarrjes. Clark sqaroi për të se nuk mendonte se Serbia do të kthehej në Kosovë, por se si general ishte puna e tij të vlerësonte rreziqet dhe rrethanat e asaj kohe, sepse ende nuk kishte ndonjë marrëveshje.
Rezoluta që lejon dërgimin e një trupe ndërkombëtare për mbrojtjen e stabilitetit të rripit të Gazës u miratua pa asnjë vot kundër në Këshillin e Sigurimit. Megjithatë, palestinezët duken të ndarë për fazën e radhës të planit Trump. Miratimi në Këshillin e Sigurimit të planit të Donald Trumpit për fundin e luftës në rripin e Gazës dhe krijimin e një force ndërkombëtare për stabilizimin e territorit kanë ndarë palestinezët. Autoriteti palestinez që kanë nën kontroll bregun perëndimor e përshëndeti menjëherë rezolutën dhe bëri thirrje për vënien në zbatim sa më shpejt të pikave të saj, që parashikojnë armëpushim të përhershëm dhe shpërndarje të gjerë ndihmash për banorët e rripit Gazës. Nuk mendon kështu Hamas, që ka ende nën kontroll një pjesë të territorit të rripit Gazës. Përmes një deklarate, kjo organizatë thotë se vendosja e një trupe ndërkombëtare për të çarmatosur Hamasin edhe grupet e tjera që luftojnë Izraelin në vendin e tyre nuk ka se si të jetë neutrale. Hamas refuzon atë që e konsideron tutel të huaj. Të ndarë në opinionet për të ardhmen e rripit Gazës janë edhe palestinezët dhe bregut perëndimor. Jemi me autoritetin palestinez të japim fund kësaj tragjedie me të cilën po përballen familjet tona në Gaza, ndërsa ne jemi larg tyre. Jemi kundër rezolutës, nuk duam të huaj të na qeverisin në vendin tonë. Të hënën, rezoluta për rripin e Gazës nuk mori asnjë vot kundër si rrallëherë në Këshillin e Sigurimit. Shtetet e Bashkuara votuan pro, ndërsa Rusia dhe Kina abstenuan. Flasim për sport, klasifikimi i FIFA-s do të përcaktoj përfundimisht nesër përbërjen e vazove që do t'jenë në shortin e play-offit të Kupës së Botës 2026. Shorti që do t'hidhet në Zvicër të ejnëten do të transmetohet në televizionin Klan e do të përcaktoj edhe kundërshtarët e Shqipërisë e Kosovës. Renditja e FIFA-s që do të publikohet të mërkurën do të vendosë përfundimisht vazot e skuadrave që do të jenë pjesë e play-offit të botrorit 2026. Klasifikimi i muajit nëntor do të merret për bazë në shortin që do të hidhet të njëjtën në orën 13 në Zvicër dhe do të transmetohet direkt në televizionin Klan, që vitin e ardhshëm do të përcjellë edhe finalet e botrorit 2026. 12 skuadrat e renditura të dytat në çdo grup do të ndahen në 3 vazo, ndërsa në të katërtën ato që vinë nga edicioni i kaluar i Ligës së Kombeve. Shorti do t'i ndajë në 4 grupe ku do të kombinohen me vazo e parë me të katërtën dhe e dyta me të tretën. Më pas do të luhen sfida gjysmëfinale e mëtej finale. Nga ndeshjet që do të zhvillohen në fund të marsit shkojnë në Kupën e Botës 4 skuadra, duke treguar qartë se gara është tepër e fortë si për Shqipërinë dhe për Kosovën, që pritet të jenë në të njëjtën vazo, atë të tretë. Nisë mbrëmjen e nesërme në ekranin e televizionit Klan, edicioni 25 të festivalit Kënga Magjike në një spektakël që do të kulmoj me finalen e së shtunës dhe ku nuk do të mungojnë surprizat e do të ngjiten në skenë emrat më të mirë të muzikës shqiptare. Gjithçka po bëhet gati për të nisur netet live të festivalit të Këngës Magjike në Pallatin e Kongreseve. Ky edicion shënon vitin e 25 duke dëshmuar jetëgjatësinë, traditën dhe madhështinë e këtij festivali, që tashmë është kthyer në skenën më prestigjioze muzikore të vendit, por jo vetëm. Në fakt, këtë vit ka patur një interes të jashtëzakonshëm dhe unë jam shumë i lumtur për këtë dhe vetëm diçka do ta justifikojmë. Për të gjithë edicionet kemi thënë që ky është më i miri. Në fakt ky është më i miri. Në këtë vit të veçantë, producenti dhe moderatori Erdi Gjebrea ndan skenën me një njerëz të veçantë, vajzën e tij, Ana Gjebrea. Sa më kur i veshur, më kujton atë shtrit. Të dy përfaqësojnë gjenerata të ndryshme. Erdi Gjebrea që mban me vete gjithë historinë dhe jetëgjatësinë e festivalit dhe Ana Gjebrea që përfaqëson të gjithë ata të rinj me talent dhe plot jetë që janë pjesë e skenës magjike. Duke kujtuar të gjitha bashkëprezantuesit që kam patur, me Anën është një emocion i veçantë. Mendoj që feeling që kemi në skenë, ajo ndjenja, energjia është ndryshe. 28 këngëtar në kategorinë Big Artist dhe 19 në kategorinë New Artist do të ndezin skenën e Këngës Magjike me performanca brillante përpara një jurie profesionale internacionale. Do të vi Kaliopi, këngëtarja e madhe, është Debana Deremi nga We Will Block, si festivalit europian, është Gianni Testa, i që zbulon talentet e reja në Sanremo Giovanni. Do të vinë 2 producentët ndër më të mëdhenj që ka Amerika, Doc and Pat Kelly, që janë Grammy nominated. Do të vi Placido Salamone, që kompozon dhe krijon për Laura Pausini, Biagio Antonacci. Nuk ka se si të ndodhë ndryshe, edhe ky edicion premton shumë surpriza. Është 25 vjetor dhe shumë surpriza do lidhen me 25 vjetorin. Në 3 net, ato gjysmëfinale, 19
vjet dhe 20 nëntor dhe në finalin e madhe të së shtunës me 22 nëntor, kryefjalë do të jetë muzika e mirë, vokalet e jashtëzakonshme që i këndojnë dashurisë, ndjenjës, dhimbjes dhe asaj që na ofron jeta çdo ditë, duke sjellë rryma të ndryshme muzikore. E ndërsa gjithçka bëhet gati për këtë të mërkurë, artistët me emër dhe të rinj provojnë emocionet e skenës në këtë parakalim të fundit të performancave të tyre përpara ballafaqimit me publikun. Ky vit në skenën e këngës magjike ka rikthyer emra shumë të dashur, por dhe ata që prej vitesh i ka munguar publikut shqiptar. Këtë vit ndodhi që u krijua kjo këngë e bukur me Kenën edhe ishte natyrshëm dëshira për të treguar diku, sepse është ndryshe kur e nxjerr si single me një videoklip dhe është ndryshe kur ti e prezanton në skenën e madhe të këngës magjike. Tu gjithçka është magji. Nga organizimi, nga këngët, nga produksionet, nga zërat e bukur që janë, është vërtet magji. Dhe unë kam të njëjtën emocion si atëherë. Ky rikthim për mua është një magji të shkelësh në këtë skenë të këngës magjike. Është një emocion që rikthehet përsëri, edhe është një përgjegjësi do të thoja. Për mua është viti 8 që marr pjesë. Vi nga 7 audicione të shkëlqyera shumë të bukura, me shumë emocione dhe me çmime, këngë magjik. Artistë që dikur ishin pjesë të kategorisë një në këtë edicion vinë në kategorinë Big, por sigurisht të gjithë ata i bashkon emocioni një brezi që janë rritur me magjinë e këtij festivali dhe sot janë ata vetë që do të ngjiten në skenën e tij. Kam ardhur pra disa vite si new artist, këtë vet jam si big artist, sigurisht. Si është kjo tani? Është ndjenjë shumë e mirë, vetë fakti që është një festival i tillë, një festival gjigant që punojnë një staf i tërë për me nxjerrë secilin artist në mënyrën më të mirë, është ndjenjë që të bën me unë ndjetë tamam artiste. Është tamam një skenë magjike edhe ashtu siç është magjike, ashtu i transmeton edhe emocionet totalisht në magji jetojmë. Për mua është një ëndër në të gjithë kuptimet. Në skenë jemi rritur, në skenë e këngës magjike dhe gjithmonë emocioni është akoma më i madh. Po aq i madh është emocioni edhe i artistëve në kategorinë një që ngjiten në këtë skenë të madhe, jo vetëm për publikun, por edhe për jurin që do të vendos nëse do të kalojnë në mbrëmjen e madhe të së shtunës. Ti shikon gjithë këta artistë që i ke parë edhe i vogël, i rritur me ta, me muzikën e tyre edhe jenë një skenë me ta, është pak surreale, pak e çuditshme në një farë sensi, po është edhe shumë e mahniqshme. Me hashtagun Be Magic, produksioni i jashtëzakonshëm i këngës magjike po bën prekjet e fundit para nisjes së 3 neteve të suksesshme muzikore, që do të pasurojnë kontributin që ky festival jep për artistët në trevat shifolse, të mërkurë, të enjte dhe të shtunë në ekranin e televizionit kombëtar Klan dhe në skenën e Pallatit të Kongreseve, do të përjetoni magjinë e muzikës. Dhe me këtë lajm kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru takofshim.